Në Fafa Resort, që ka merrni duke fillu prej 75 euro për person. Ka përfshihet në ultra all inclusive. Jemi të bazuar tek ushqimet tradicionale shqiptare. Pjesa jone e plazhit, kemi pjesën e beach barit që do të shikojmë më mbrapa, kemi pjesën. Ua, që rëqit Vaskën që të njere? Vasco de Që Gama. pas kanë mes dhomës? Që. Po futemi në suitën ekskluzive të Fafa Resort. Ua. Momentin që vjen në recepcion edhe merr byzylikun, çdo gjë ke free duke vazhduar që ke pishina, plazhi, pijet, ushqimi, domethënë vetëm mu relaksu. Njerëz, jemi në Fafa Aqua Resort. Fafa është domethënë tepër e popularizuar, po sidoqoftë ndoket çdo 2-3 vjet e hapin ka një resort të ri, që ky është prej vitit 2023, francez, çek, polak, kryesisht huajn, apo më i kosovar, një shqiptar, halo nuk pombe. Një i pari. Qishje, a je mirë, si je? Albulini, a? Po, Albulini. Albulin, ti je këto drejtor? Po, unë jam drejtori i Grand Blue Fafa Resort. Këtu aktualisht kemi 3 hotele, është Grand Blue Fafa, Aqua Blue dhe së fundi hoteli jonë më i ri, Fafa Aqua Palace. Okej, që kjo është më i ri, a? Po, kjo është hoteli jonë më i ri, pavarësisht se është viti 3 që operojmë, por është një ndër projektet tona më të reja, por kemi edhe projekte tjera që do kemi në vazhdim. Kur erdhë unë këto, ma vun këto, nuk e di tash a është all inclusive, a është çfarë? Kjo është në bazë të ngjyrave janë edhe pjesa shërbimeve që ne ofrojmë. Kjo ti ke ultra all inclusive. Ultra all inclusive. Çka përfshihet në ultra all inclusive? Me duke vazhduar me mëngjesin, drekën, darkën, snack gjatë gjithë kohës pra pjesën e ushqimit, ke pjesën e pijeve duke vazhduar nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 10 të darkës, duke vazhduar pije alkolike dhe jo alkolike, edhe gjithashtu edhe te pjesët e koktejleve dhe verat që shqiptare që i promovojnë. S'do vim kur çfarë pare, domethënë. Jo, këtu momentin që vjen në recepcion edhe merr byzylikun, çdo gjë ke free duke vazhduar që ke pishina, plazhi, pijet, ushqimi, domethënë vetëm mu relaksu. Kisha pas qef me mjeftu pak edhe me dhomat. Si me thon, kisha pas qef pej mas ekonomikës deri te ajo që është më ekskluzive. A kishe mujt me ma puni gjëra? Patjetër. Ne kemi tipologji ndryshme dhomash, duke vazhduar dhe double, triple standarde, duke vazhduar pastaj deri te deluxe edhe suitat që i kemi ekskluzive. Okej, që ato i kam specialitetun e deluxe suita, tha. Në po kras me po. Ky ka leje për ekskluzive Albulen. Normal, më shkon për fytyre. Albulen punëtor, ta i keni lokal këtu, po shoh edhe të huaj pas ka punëtor. Burimet njerëzore na kanë bërë që të shikojmë edhe për te kufive tanë. Po, ideali është i Ugandës ishte ai. Po, kemi për shkak mungesës, kemi marrë nga shtetet e tjera, duke vazhduar nga Bali, Tajlanda, Turqia, vendet e Afrikës, por gjithashtu nga Italia apo Greqia. Sa të konsumi keni aktualisht? Po, arrin deri në 500 të punësuar. 500 të punësuar. A mundet për shembull një djalë ose një çike re prej Kosovës më ardh me lyp punë këtu, domethënë për ne jemi të hapur për të gjitha, ne kur po shkojmë po marrim vende shumë të larta. Dhe më të rajonit janë të mirëpritur gjithmonë, edhe gjithmonë kemi kërku bashkëpunim për me na ardh staf nga vendet e rajonit, kryesisht edhe nga Kosova, pasi edhe kemi një gjuhë. Po. Ajo gjuha që duhet edhe anglisht atë pagin, se këtu pa anglisht nuk ka buk si thonë. Se përbes me qenë unë 18 vjeç. Unë kisha punu këtu domethënë se. Këtu edhe punojësve ne ofrojmë akomodimin, ushqim 3 vakte, po patjetër. Këtu të çdo punojës, pavarësisht edhe që ne shkojmë i marrim për ditë, ato kanë një vakt përfshirë. Po gjithashtu ato që flenë këtu kanë 3 vakte të përfshira, akomodimin, ushqimin. Edhe pjesën e lavanderisë, edhe internet wifi e kanë pjesë nga këtu. Që tash jemi te holli i dhomave, apo më kallzon, sa është kapaciteti i këtij resorti, sa shtretër edhe sa dhoma? Ne arrim në Fafa Group arrim deri në 2000 shtretër. 2000 shtretër. Po. Në Fafa Resort, që ka merrni duke fillu prej 75 euro për person. Kjo është dhoma, pas ka dhe pishin jashta? Po, kjo është ekskluzive që kanë dhomat me pishinë private, pra pavarësisht pishinës qendrore që kanë të gjithë klientët, kjo është me pjesën e pishinës private. Edhe ka një pamje fantastike. Duke përfshirë edhe pamjen e resorteve të tjera, pjesën e aquaparkut edhe një pishinë qendrore midis godinave. Në total ne kemi diku te 6 pishina. 6 pishina? Po. Okay. Për fëmijë dhe për të rritur gjithashtu. Për juve do me thonë që lypni privatësi njerëz, mos me ndo pishinën me tjerë, mos mu ro krap për krap me bashkëpushuesin tjetër që, ku e keni ne... E kanë një pishinë ekskluzive komplet këtë pjesën. Pishinë ekskluzive, këto sa dhoma përfshihen?
Këtu janë vetëm 3 dhoma ekskluzive. 3 dhoma. 3 dhoma pra që janë tipologji të ndryshme, familjare, twin dhe triple. Hotelet tu në Golem që jemi aktualisht janë kryesisht për gjitha targetet, pra si për çifte, për grupe shoqërore, për familje, për të rritur, pra është i përshtatur. Pasi për familje ne kemi grupe animacionesh për fëmijë, se gjatë gjithë kohës kanë edhe kopshte që merren me fëmijët, po është prom një var karaoke këtu ke, interesant. Kanë pjesën e kërcimeve, pjesën e mësimit për shembull gjuhës shqipe për fëmijët, rrini disa orë që shpenzojnë te pjesa e kopshtit me kushe shumë komode dhe bashkëkohore. Gjithashtu edhe me animatorët që edhe familjarët e tyre të shijojnë më së miri pjesën e pushimeve. Por gjithashtu kemi krijuar edhe kënde për to, pra kënde lojrash, gjithashtu kënde të pishina që dedikohen posaçërisht për fëmijët. Pastaj për të rritur kemi animacione të ndryshme si gjatë ditës në pishinë dhe në plazh, por gjithashtu edhe mbrëmjeve që vazhdojmë me muzikën live, kërcime latine, kërcime tradicionale shqiptare, DJ e të tjera që tona domethënë mos me pas nevojë me dal hiç. Çdo ditë të javës nga hana deri te diel ne kemi një program të dedikuar çdo ditë. Albulen, kallëzëm ku e rekomandoni ju për me i prenotu rezervime, domethënë me prenotu dhomat për ata që e shohin, ku mujnë ju shkru? Rezervime për sezonin veror ne na vazhdojnë që në muajin janar shkurt që hapim rezervimet. Kemi normal pjesë ja japim agjensive që siç thash më përpara me garanci, por patjetër kemi edhe për klientelën tonë që mund të kontaktojnë direkt numrat tonë telefonit, website, Instagram, Facebook që i kemi faqet tona zyrtare. Një dhomë tjetër të Fafa, më e vogël, më ekonomike, më e përballueshme, nëse jeni të lyp një pushim pak më ekonomik, pa pishin jashtë, kuptohet, por me superpamje. Që kjo është, domethënë. Edhe këto qenë Në Aqua Palace kemi dhomat e double plus një triple ose me një sofa, pra që janë kryesisht për edhe familje vogla që kanë një fëmijë të vogël ose për familje që janë deri në 3 veta që mund të akomodu shumë. E qartë. Këto që kjo është pamja mrena, domethënë ka gjë ngjashme kështu. Edhe balkoni. Që balkonin e pas ke me pamje ka ajo pishina. Ku ke më herët. Tu jemi në Grand Blue Fava Resort, që është hapur që në vitin 2018 edhe prezent gjatë gjithë vitit, pra i hapur gjatë gjithë kohës. 4 sezone. 4 sezona. Po, patjetër se ne kemi. Domethënë vetëm kë që punon 4 sezone prej aty në ato i hapim part-time por në moment kur kemi nevojë, por kjo është i ofrojmë gjitha, kemi pastaj 2 spa shumë të bukura madhështore këtu te Grand Blue Fava. Burimja ka berishin. E pasni edhe pjesën e palestrës. Po kjo është pjesa e fitnessit që hapet nga mëngjesi deri në darkë, për patjetër se të gjithë këto pushues duan ato që ushtrojnë në aktivitet fizik, duan edhe një pjesë. Këtë kemi dedikuar vetëm për to, gjithashtu edhe me trajnuesit tanë që janë prezent gjatë. Keni edhe trajner, a? Po, patjetër që janë. Kur të vish aty, të bësh check-inin, portofolin fut aty në kasafort dhe nuk ke nevojë më me mujt me veten. Burim, siç thash, Grand Blue Fava është i përshtatur për 4 sezonet. Pra ne kemi 2 spa në Grand Blue Fava që janë njëra 1200 m2 në total dhe tjetra është 800 m2, që është e përshtatur njëra për fëmijë dhe familjar, tjetra është vetëm për të rritur. Por gjithashtu kemi edhe salla konferencash që vazhdojnë nga 50 persona deri në 500 persona. Kjo është pjesa e gjysë olimpike, pjesa e pishinës, kemi pjesën e jacuzzit këtu, pastaj po vazhdojmë me pjesën e dhomave të tjera që janë edhe facilitetet. A kisha edhe në këtë mod, ka njerëz që kanë vullnet me ardhë në pishinë mbyllën njerëz. 2 persona bërim këto masazhet e brendshme, por gjithashtu kemi edhe masazhe të tjera që janë. A bën me hi këto pa? Po patjetër. Okej. Kush të bën masazh këtë? Kemi shqiptare nga Bali, nga Tajlanda që kemi masazhatorë terapistët tona që ofrojnë pjesën e masazheve. Kemi dhomat e ndërimit, kemi pastaj pjesën e hamamit, pjesën e dhomës relaxit. Kjo është dhoma e relaxit që janë njerëzit të relaksuar me tulla kripe, kemi pjesën e hamamit. Në hamam unë jam shumë maraklet, domethënë sani që më impresionon mas shumëti, po është tirë me gjithë hamam të mirë, domethënë është hamami. Unë prej krejt këtyne digasterëve të spajave, gjithmonë i lypi ato që kanë hamam, kur te bukjerati në i rezort. Kështu me shku me i kalu pushimet, kjo është dhoma e kripës, a? Dhoma e kripës me kripë natyrale.
Po, që është e ardhur nga Polonia, është shumë e famshme një shpellë aty që në ka ardhur pjesa e Grikës. Kemi pastaj pjesën e dusheve emocionale dhe dushin skoces. Qa pa ta hekun e me i ronë fije qka është dushi emocional, kër e pa isha kështu e ke po kur i book hotelet, përfshijet spa dush emocional që mu isha me i ronë fije, tani kur jo morë dhe pa ta kuptu. Kemi pastaj edhe pjesën e saunës. Okej. Finlandeze. Po futemi në suitën ekskluzive të Fafa Resort. Wow. Kjo është pjesën e Wow. pjesën e saunës që është brenda në dhomë. Vazhdojmë pastaj me pjesën e kërvallit çiftit, dushe, tualetet, edhe pastaj me të pamjen e papërshkrueshme. Që është detit Adriatik. Qërë është farë pamje në Balkan, që suita më ekskluzive e Fafa Resort. Kjo është pjesa jonë e plazhit, kemi pjesën e beach barit që do të shikojmë më mbrapa, kemi pjesën e beach barit all inclusive, pra që janë përpjet gjatë ditës që i kanë përfshirë gjithë klientët që janë me paketat all inclusive. Ja nisi me minë qaf dursi. Po be. Kjo dhoma që nga fantastike, va. Ua, qërë që të vaskën që të njere, Vasco da që Gama. pas kanë mes dhomës. Që. A ka uj këtë? Nëse dënë po. A dërë me hi pak. A përfundon e herë krejt që këtë tur Albulen se ja nisi me mu boj pa mundër, do më Ne vetëm sa kemi vazhdu për... Jo. Kjo është një të restorantet tona, si që thash ne kemi 5 restorante këtu te Grand Blue Fafa Resort. Kjo është restoranti a la carte, pra që hapet në orën 12 të drekës deri në orën 12 të darkës. Okej, a është e përfshime kjo? Kuzhinë italiane internacionale. Okej, a është e përfshime në qëto? Këto jo, kjo është me ekstra, por gjithashtu për gjithë pushuesit tanë, pra që kur kalojnë një numër të caktuar ditësh, ofrojmë edhe një dark a la carte. Okej. Çfarë aksesi në plazh njëre? Perfekt. Tash jemi të u fut në territorin e plazhit privat të... Pjesa e plazhit, kemi pastaj pjesën e masazheve që bëjmë pjesa për jashtë. Kemi pjesën e barit all inclusive, vendin ekskluziv për yoga, pastaj kemi edhe pjesën e beach barit tonë. Kemi? Si jeni? Ç'po kaloni? Baristi jonë do të bëjnë një koktejl fix për verën për më ndjeja të freskinë e detit Adriatik edhe qëndrimin në Grand Blue Fafa Resort. Ma të mire më bëma, do me dhonë maksimumin jetë. Cili është jemi që kjo? Ka fjallë prej kojti? Dita se ty vete... Ne i kana prej ardhen prej birditës. Ka na je, se me emen kastriot. Fafa koktela. Wow. Jemi të salla e konferencave dhe këto pas ka hapësirë sa dush, do me thonë momenti mirë edhe për mu me zhvrytzu pak me pushu se u lodha, do na me këshyr tash në aplikacion sa hapa i kumbo deri tash, po mdoket ecje një javore e përfundova qëto. 3-4 konferenca pa problem këtu me u mojt njëjtën kohë, pozita, opozita, shoqëria civile, krejt njëjtën vend. Janë të ndryshme, pra që vazhdojnë varësit kapacitete për 100 persona, 120 persona, po ashtu kemi edhe në katët zero me dritë natyrale që arrin deri në 200 persona. Tash këto një dhomë tjetër e konferencave, a? Kjo është një ndër dhomat e tjera të konferencave që arrin kapacitetin deri në 170 persona në formë kinemaje, por tash kapacitetet e konferencave shkojnë deri në 500 persona në Fafa Resort. Te pjesa e byfes që kemi? Si e? Krejt lojat e ushqimeve do me dhonë është shtirë me i ronë të rak. Këto mas shumë të ngullen ata që mi munon me i provu krejt ka pak. Do me dhonë edhe e këthejnë pjotën. Kjo është pjesa bufes tonë, por bufena dhe ushqimet e Fafës, gjithë restorante ja kemi besu shefit tonë ekzekutiv, Urim Rama që kemi... Përshëndetje, si je? Si kalon? Mirë juve. Do me dhonë krejt që do ushqime janë menu e jotja, në mbikëqyrjen tënde. Po, një menu në mbikëqyrjen time, gjithë shka që i përket kësaj bufeje këto, duke filluar nga antipastat, pjatet e para, pjatet e dyta, kemi tavat e ngrota, më shumë imi të bazuar tek ushqime tradicionale. Okej. Ne prodhojmë për një bufe të ku tek 800-900 persona në ditë. 800-900 persona? Po, kemi 3 vaktet, që kemi mëngjesin, drekën dhe darkën. Okej. A e keni mërzi kështu
Me mu shumë pjatën e me e lanë në fund. Kjo është një profesion i joni që ne e bëmë me kënaqësi, Okej. sepse po nuk e bëmë me kënaqësi asgjë nuk del e mirë në bufe për klientët. Okej. Qa kjo? Edhe sipas sezonit, për shembull kemi bamjen, që bamja është e sezonit tani, është muaj. okej. Tava. Edhe Orez. rizin. Qa kjo? Këtë kemi barbecue mish. Mish barbecue. Okej. Patatet e furrës. Mishën e pulës. Okej. Kemi filetën e pulës Okej. me salcë speci. Wow. Tavë patlıgjanash, do me thënë jemi të bazuar tek ushqimet tradicionale shqiptare. Okej. Tava mishit, tava e peshkut. Wow. Gjithashtu ne kemi një menu të kompletuar, se jemi gjithçka që kemi të duar nga sallata, siç të thash, tek pjatat e para, tek pica. Okej. Tek E ëmbëlsia. sa jeni staf aty në kuzhinë? Aktualisht jemi diku tek 50 persona. 50 persona. Burim është Kalofshim shumë e mirë. rëndësishme se çdo gjë duke vazhduar që ke frutat, perimet, bylmetrat, mishrat, ne i marrim të gjithë lokale, pra. Okej. Kanë një shije shumë natyrale, nuk Apo? janë që janë të Bio, eksportuar. okej. Patjetër se ne para sezonit ne bëjmë kontrata me fermer, me Okej, bujq, okej. edhe me blegtor të ndryshëm që të ofrojmë shije. lokale janë domethënë. Patjetër. Ne kemi shalqin, për shembull, që kemi kohën e shalqinit tani, kemi pjesën e frutave, që është një gamë me gjërë duke vazhduar këtë dardha, pjeshka, molla, kumbulla. Po një shije fantastike, O, tani sa i ëmbël. është koha fix që është pjek perfekt edhe Wow. shalqin. E ku, pe ku e të Pastaj- merr në shalqion? Kemi këtu afër në Lushnjë e as 30 minuta me makinë. Wow. Lushnjë edhe në Kavaj që kemi fshatrat për rreth. Ushqimi për fëmijëve që ja kemi dedikuar atyre, siç thash në fillim, si këndin e lojrave, animatorët, kopshtin e tjerë, Po, edhe është te menduar dhe te restoranti kemi menduar një kënd të dedikuar vetëm fëmijëve, pra. Nga Fafa resort njerëz, kompleks, shumë objekte, pa këto shumë njerëz, shumë turista. Qytet në veti, definitivisht. Principata Fafa. Principata e Fafës, do me thonë principata autonome brenda territorit të Shqipërisë. Unë jam Burim Pacolli, siguroni një follow ku do që më sheni.